إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن أصدق الكتاب كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد jemi të kaderi të e folë për caktimin Allah subhanahu wa ta'ala sepse jemi të hadithi i Gjibrilit që ja ka parashtru pyetjet Muhammed a.s. Akhbirni anil islam, 3 pyetja ka bo, tregon për islamin, tregon për imanin edhe e treta është tregon për ihsanin. Për islamin e kena përfundu, ka thonë se islami është me dëshmu, me deklaru, tu e besu me zemër, me shqiptu me goj, se vetëm Allah meriton ibadet me ju bo, edhe se Muhamedi a.s. është robi dhe i dërguar i ti, edhe ta shkallon ato me i bo ibadetet me trup, me fal namaz, me dhun zeqat, me agjeru edhe me shku në haq. Edhe ka tregu për imanin, edhe jem të 6 pikat e imanit, me besu Allahun, me laqet, librat, pejgambert, ditën e gjykimit edhe caktimin Allahut. Jemi pra të pika 6 e imanit, edhe thuja se kena përfundu, vetëm Uthejmin e ka përmend, rahimehullah, 2 grupe të devijume në çështje me kaderin, caktimin Allahut. Pra janë 2 skajshmëri. El Gjeberije edhe El Kaderije. El Gjeberije, këta janë sekt i devijum, i dalën krejt për islamit, sepse thojnë njeriu çka të punon është i detyruar, i imponohet me punu, gjitha veprat çka të bën, çka të flet, krejt e ka të imponu, nuk ka vullnet të lirë, as nuk vjen shpreh dëshira e njeriut. Atër pse, po t'i kështë pas krejt imponume nga në Allah, që mos me pas vullnet të lirë, pse me të marë Allah në logari. Pa të tërë ke pas me punu, pa qare ke pas me punu ato, atër nuk marë logari. Nuk ka logjik jo. Ndërsa e dyta skajshmëria tjetër, thojnë krejt në dorë ka njeriu. Allah së nuk din, Allah din kella wa hasha. E din, e merr vesh, e kupton, vetëm kur përfundon një ngjarje, diçka në vepër përfundon, tek atëre merr vesh Allah kella wa hasha. Pra këto janë ato 2 grupe, edhe thot përgjigja këtyne, sa i përket grupit të parë, është nga aspekti i sheriatit edhe nga aspekti i realitetit. Sa i përket shpalljes, Allah subhanahu wa ta'ala na tregon qartë në Kur'an shumë vende se njeriu ka vullnet e dëshirë të lirë. Edhe rrjedhimisht ka vepra të cilat bazonat vullnetin e dëshirën e tij të lirë. Thot Allah në Kur'an, minkum men yuridu dunya wa minkum men yuridu al-akhirah. Ka dikush prej jush yurid, erade, don. Ka dikush prej jush e dëshiron dynjan, ka kush prej juve që e dëshiron ahiretin. Pra e don, e dëshiron ato. Wa qul al-haq wa qul al-haqu min rabbikum, man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimin naran hata bihim suradiquha. Thuj, haku është prej Zotit ju. Pra thuj, haku është prej Zotit, edhe ju kallëzon. Kush don beson, kush don nuk beson. Ti me vullnetin ton të lirë, dash beso, dash mos beso. Kjo është vendimi yt. Ajeti tjetër, men amile salihan feli nafsih. Kush bën vepra të mira për të mirën e vetë ka. Men esafe aleha, kush bën vepra të këqija, ndamin e vetë ka.
Ma rabbuke bi dhallamin lil abid. Zoti yt nuk I bën askujt pa drejtësi. Pra, me të marrë pyetje e me të dënu për diçka që tu ka imponu, s'ka pas çfarë pa punu, ka është pa drejtësi. Allah nuk bën pa drejtësi. So e përket realitetit, përgjigja nga aspekti realitetit është se çdo njeri e din, besimtar o besimtar, dallimin, e dallon veprën të cilën vetë zgjedh me punu ato, me bo atë vepër, me krya atë vepër, edhe çka I imponohet. Shembull, nëse don han, nëse do nuk han, nëse don e blen, nëse do nuk e blen, nëse don e shet, nëse do nuk e shet, ti vendos. Ethet temperaturën me urxhu, me u vra, me u lëndu gjatë punës, gjatë ecjes. Kjo nuk vendohet, kush don mu vra, kush don mu lëndu, nuk don, po ndodh. Po, a shkon dikon, a nuk shkon, ti vendos. A han, a nuk han diçka, ti vendos. Qysh me thonë, mu ka imponu, s'kom pas qare pa hungër. Shka logjik, kush nuk e thot këta. Edhe gjithkush e dallon këta. Edhe e dallon se nuk e ka zgjedh njeriu për me u lëndu, për me urxhu, për me thy dorën. Nuk ka vendos, këto nuk e don, të kish mujt e kish non, e kjo tash që ka imponu atina. Ndërsa përgjigja grupi 2 kaderije, cilët thojnë nuk ka caktim të Allahut, të dy janë dalën prej Islamit, të dy grupet. Edhe këtyne e kemë përgjigje nga shpallja edhe përgjigje nga realiteti. Sa I përket shpalljes, Allahu subhanu taala është krijues. Vetëm Allah është krijues, krejt tjera të janë krijesa. Krejt vetëm Allah ka kriju. Nuk ka tjetër krijues. Edhe gjithçka ndodh me dëshirën e tij. Tashtu mos me qysh tash dëshira Allah gjithçka ndodh, apo thojmë vullneti njeriut. Dëshira e njeriut është në kod dëshirës të Allahut. Po ti këtë dëshirë të Allahut nuk e din. Nëse don Allahu han, nëse don Allah nuk mundesh me hungër, nëse nuk do nuk han. Po edhe ti nëse don han, nëse nuk don ti nuk han. Mirë po kur don me hungër, Allah ka desh. Mirë po ti nuk e din këto. Nuk ta imponon Allah. Me thonë këshyre, unë kom caktu këtë pull ti me hungër dhe ti dush pa tjetër me hungër. Nuk ka kështu diçka. Nuk e dim caktimin Allah. Kur e marrim vesh caktimin Allah, këna fol ma gjansisht. Kur ndodh diçka, tek që atëre kupton. Pra, vepra I paraprin caktimit, dijes së caktimit, jo caktimit. Dijes së caktimit. Ndërsa dija e caktimit, çka është, çka ka caktu, nuk e paraprin veprës. Vepra e paraprin. Thot Allah në Kur'an, në Bakare, është një ajet para ajetul kursis. Mërte 2 ajete. Thot Allahu, tilke rusulu, faddana ba'dum ana ba'd. Kështu janë pejgambert, I kena dalu disa prej tjerve. Minhum men kellem Allah, këpër e tyre me cilt Allah ka fol. O refa ba'dum derejat, disa I kanë ngrit shkallë më të larta. E dim, kush janë ata? Ulul azm 5. Nuhi, Ibrahimi, Musa, Isa, Muhamedi, alayhi salam ejmein. Për këtyne 5 tash 2 I ka dalu Muhamedin, alayhi salam, edhe Ibrahimin. Për këtyne 2 e ka dalu Resulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat wa yadnahu bi ruhil qudus. Kena dhon argumentet qarta Isës, birit me Maryamës, edhe kena përforcu me Gjibrilin. Wa sha Allah ma qtatala alladhina min ba'di ma ja'atuhum al-bayyinat. Po të kishte desht Allahu, ata s'kishin luftu, ata 2 grupe, pas ju kanë ardhur argumentet qarta atyne. Ulakin e ktelefu, mirë po, kam pas jo unitet në mendime, nuk kanë qenë të një mendime. Tash për krejt po vlen kjo. Minhum men amene,
wa minhum men kafer, ka prej tyre që kanë besu, prej njerëzve, ka prej atyre që nuk besojnë. ولو شاء الله ما اقتتلوا بس كيش تديش تالوس كيش يفتو ولكن الله يفعل ما يريد por Allah çka don bën. Krejt ndodh me dëshirë të Allahut. Pra ku është tash shumë lehtë me kuptu. Na dëshirë të Allahut nuk e dim. Kur ndodh, dashur dëshira, dash caktimi i Allahut. Dash leja e Allahut. Qysh dush, krejt nisojnë janë. Na këto i kuptojmë pra kur përfundon diçka. Allah ka thënë kështu më ndodh. Edhe kjo është diçka shumë madhështore, mos kishte qenë pika imanit, që pa këto nuk mundet me konë musliman njeriu. Me besu në caktimin e Allahut, shumë vështërsi kishin pas njerëzit. Qysh kanë ata cilët nuk janë besimtar. Na alhamdulillah kjo pikë shumë na rahaton. Ke pas dame, ke pas lëndime, ka pas smundje, ka pas humbje në pasuri, në punë, dështim e kështu me radhë, ka vdekje antarëve të familjes, krejt këtu ndodhë me caktimin e Allahut, na e dim se Allah ka desh që ashtu me ndodhë, edhe nuk ka mujt askush me ndryshu. Krejt bota në kohë më qusë mundet me ndrua ato që ka caktu Allahu subhanu wa ta'ala. Edhe kjo pra na qetëson edhe na rahaton. ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. Po të kishme deshna, çdo njeriu të kishme dhon udhëzimin, hidajetin, udhëzimin, edhe ishim bu musliman. Lakin haq al-qawlu minni. Është hak fjala prej meje, cila vjen prej meje, Allah po thot. Çka është ajo? لأملأن جهنم do të mbushë xhehenemin min al-jinnati wan-nas ajmin. Jo besimtar qafira gjin edhe njerëz. Kjo patjetër që ka me ndodhë. Ndërsa realiteti shumë lehtë e ka dhënë përgjigjen. Krejt gjithësia është pronë e Allahut. Allah ka kriju. Edhe është nën sundim, nën pushtet absolut të Allahut subhanahu wa taala. Allah është sunduesi absolut. Gjithçka është e këtina e Allah subhanahu wa taala. Kur e cekëm atë hadith që thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nëse krejt njerëzit të bonë në një vend, edhe gjint prej të parë deri të fundit, edhe lypin, edhe Allahu ju jep sa dojnë, prej Ademit deri te njeri fundit, edhe gjint sa janë Allahu alem, nuk e dim. Thot nuk hargjohet prej pasurisë Allahut sa e shtin e lëshon gjilponën në det. Mi po tash jo me kuptu deti, pasuria Allahut, e ky po hargjon që pikë çka të koft, po del jashta. Nuk ka çka është jashta pasurisë Allahut. Edhe kjo është pasuria Allahut. Po merr për pasurisë Allahut, ku po shkon? Po dhe kjo është pasuria Allahut. Nuk ka diçka çka nuk është e Allahut. Gjithçka është e Allahut. Dhe tash nuk ka logjik që njeriu në një pronë të pronarit me bo diçka pa dije pa letë pronarit. Nuk ka logjik. Kjo shumë thjesht kuptohet. Pra me këto e përfundum pika e 6 e imanit, besimi në caktimin e Allahut subhanahu wa taala. Wallahu taala alim, sallallahu ala nabiyyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.